VV-ja, PDK-ja dhe LDK-ja janë tri partitë kryesore në Kosovë. Hajde të analizojmë top 10 e këtyre partive. Tërë në zemë nuk ka fort ndryshime, s'ka ndonjë farësie të madhe. Kryesisht janë emrat e zakonshëm. Pra partitë e kanë vazhduar avazën e vjetër të garimit me njerëzit e njëjtë. Po e nisim me vetvendosjen, pas është partia më e madhe nga zgjedhjet e fundit. Nuk ka ndonjë ndryshim nga zgjedhjet e fundit. Janë emrat e zakonshëm si Xhelal Sfeqla, Donika Gërvalla, Albelina Haxhiu dhe Kuran Murati. Normalisht bartës i listës është Albin Kurti. I vetmi emër që mungon në top 10 nga zgjedhjet e kaluara është Faton Peci. Ditë arsyeja pse Peci mungon në këtë listë. Në top 10 janë krejt ose ministra ose aktor të rëndësishëm të pushtetit të Kurtit. Pra është sinjal që Kurti është i kënaqur me punën e ministrave dhe të tjerëve. Rezultati ministrit dhjetor do t'rregojë nëse edhe votuesi është i kënaqur me këta emra. Risia vetme është që Hajrullah Çeku është në top 10. 10 e VV-s e përfundon Shqipe Mehmeti Selimi, gruaja e Recep Selimit. PDK-ja i ka bërë disa ndryshime në listë. Këto ndryshime kanë qenë të domosdoshme, pasi Mimli Krasniqi dhe Bernard Nikaj nuk kanë kandiduar kësaj here. Në vend të Mimliut është Uran Ismaili. Urani zyrtarisht është dyshi i listës së PDK-s. Gjysma e top 10 së PDK-s janë emra që në të kaluarën kanë qenë ministra, si Urani, Vlora Çitaku, Bedriu, Enver Hoxhaj e Kujtim Gashi. Për mua është befasi renditja Arben Mustafës dhe Besa Kabashit. Me gjasë PDK-ja ka kuptuar gabimin me koncentrimin e votës vetëm në Drenicë. Prandaj e ka rendit kaq lart Mustafën që vjen prej Anamoravës dhe Kabashin e Pes. Në vend të Nikajt është Eman Ramani që lidhi koalicion me PDK-n. Eliza Hoxha është lënë jashtë top 10-s kësaj here. Edhe LDK-ja ka bërë disa ndryshime. Për dallim nga hera e kaluar, kësaj radhe LDK-ja ka vendosur që mos me kandidu kryetarët e komunave si Muhaxheri Pejës, Haliti Vitiz dhe Ahmeti Lipjanit. Kjo ka bërë që me pas ndryshime nga pak të lista. Kujtim Shala vazhdon me kon dyshi i listës së LDK-s, ndërsa Hikmete Bajrami dhe Darsa Kiça Xhelili i kanë ndruar vendet, por që të dyja janë në top 10. Abdullah Hoti është rikthyer në top 10. Kjo është lajm dhe është sinjal që Abdi Xhiku dhe Hoti kanë gjetur një hapësirë bashkëpunimi. Ferit Agani PD-s që bëri koalicion me LDK-n është listuar në numër 9. 10 LDK-s përmbyllet me Uk Ibrahim Rugova.